Mirëmbrëma Ngjiro me Syqin. Sonte kemi nderin të kemi në studio Sajmir Koreshën, deputetin e Partisë Demokratike, që është një njeri i hapët, një njeri që nuk kompleksohet se ku shkon, i përgjigjet kujdo, pavarësisht se ka raste që ja manipulojnë thëniet e tij për të marrë klikime, por kjo tashmë është bërë e rëndom në gjithë media shqiptare. Nuk është e rregullt, por ky prap nuk e qa kokën, si i themi ne, sepse ky thot fjalët e veta dhe pastaj njerëzit do të interpretojnë si det. Në fakt ka pak deputet në parlamentin shqiptar që e kanë gojën e çliruar pa filtra. Mund të themi nga krahu socialist Sherion Braçe dhe nga krahu tjetër është Sajmir Koreshi. Zoti Koreshi, mirë se keni ardhur në studio me Syqin dhe besoj që mos jetë hera e fundit. Faleminderit për ftesën. Jo, s'do të jetë hera e fundit sa herë që jam i hapur. Vetëm i vetmi pengesë që kam unë me studiot është vetëm se s'keni studio në përreth, duke qenë se jetën time e zhvillon në qytet Lushnjës. Po, edhe sakrificë e madhe që shkoni vini çdo ditë në Lushnjë. Kjo është ajo që e vështirëson daljet. Kur të tjerët nga vendi kombëtar kanë bërë vila madhështore dhe plus kanë marrë këto apartamentet më të shtrenjta të zonës. Vash. Edhe nga të dy krahat, mos më merr nga të dy krahat. Jo, nuk merrem fare me atë pjesë, shikoj atë jetën time atje në Lushnjë, them drejtën është zgjedhje personale, me të thënë, është kënaqësi që jetoj atje. Ore, për ta filluar ke një problem i madh që keni ngritur dhe ishte megjithënë shumë e rëndë, ajo që ka ngritur lidhje me spitalin e Lushnjës. Ç'a ndodh? E kam filluar që para 5 vitesh mandatin në legislaturën e parë, kur isha ose në mandatin e parë timin, me spitalin e Lushnjës, do të them për minj, por realisht atje dhe miti ka bërë dalje aty spitali. Në drejtë, sepse po të shkosh edhe mint kanë nikë në spital, më thënë aq që është degraduar. Aq drangu është to 5 vitet e fundit është bërë më dramatike situata. Është fatkeqësi, sepse ka 5 vjet që luftoj që mos ketë një pajisje atje, mos ketë një pajisje në spitalin e Lushnjës. Shumë herë njerëz më shkojnë nuk punon një skane që është atje është bërë edhe i rangall. Në shumë të raste s'punon, nuk bën dot asnjë lloj. E kam filluar me të thënë që për ta banalizuar dhe për të qenë pak kështu, i kam thënë ore vetëm synetliqe bën këtu, sepse aktualisht bën vetëm apandesitë në atë spital. Pra nuk ofron asgjë, diku ka qenë rajonal. Pra duhet ndryshuar statusi, kategoria nga bashkiak në rajonal. Dikur ka qenë 12 i famshëm 12+1, pra është trajtuar gjithmonë si spital rajonal, duke qenë se aty vjen Rogozhina, Divjaka, Ura Vajkurore, Belshi. Edhe nga Fieri kanë varet sepse ka pas mjek mrekullueshëm në atë kohë, por sikur e kanë ndryshuar kategorinë, e kanë kthyer në bashkiak, kjo ka filluar gjithmonë në degradancë e tepër. Si nga ana për të marrë financimin, kur vetëm vitin e fundit do bëj çudi që ne kemi ministrin e financave deputet Lushnjës dhe i jep 5 milion lek më pak nga vjet si vjet spitali Lushnjës, kur ndërkohë që buxhet, po këta pra du di edhe unë sa kush në kohë që kërkonte një buxhet shtesë për gjendjen si është. Me aq deputet sa jemi ne në Parlamentin e Shqipërisë nga Lushnja, ata janë shumë unë tek jam, por ata janë shumë përfshirë dhe Ballukun, përfshirë dhe edhe Peçon, se unë i them Peço Jabanxhiu tani, sepse kemi importuar në Lushnjë, por puna është që s'po jep produkt, s'po jep financë, gjithmonë po ja heq më tepër. Kanë dhënë një fond për ndërtuar një spital të ri, por më thënë, këtu është një tragjikomedi, AZT-ja nuk çon lenë ndërtimi 8 muaj. Pra spostuan në një godinë tjetër rrethanore, më të degraduar se ajo që po rikonstruktohet, dhe nuk ka 8 muaj që kanë spostuar dhe nuk japin lenë ndërtimi. Ata thotë se po japin një kompleks kullash, edhe do japi katën e fundit, por nuk e dojnë katën e fundit të spitalit. Është në parlament ky problem? Patjetër që po, kam ngritur në Parlamentin e Shqipërisë, në daljet e mia televizione të gjitha, i kam bërë kërkesë që ore mos shikoni të përgjinjëstroni deputet në opozitës, po merrni më dhën lenë ndërtimi të fillojnë punimet. Vles firma u mendoj që më aq lek sa është dhënë për rikonstruksionin e godina, është më mirë ta shemësh nga e para dhe ta bësh të re. Sepse nuk ka kohë. Sigurisht jepet më shumë lek që të rrëpasin ca. Po tani kjo është gjë tjetër, por po nëse do realisht të bësh të ndihmosh atë qytet, është pajisjet ndrimi një kategorisë nga bashkiak ta kthesh në rajonal, nuk ka lek për të bërë analizat. Kaq. Vetëm për raste urgjente shumë të mëdha, ose kur vete në me mik që mund të ta bëjnë analizën aty, se do t'i bësh për jashtë analizat. S'ka pas vigona.
Ja po ta them rastin tim origjinal me bashkëshorten time, më ka për krahun dhe më zbret poshtë. Pa ma thënë çfarë, tha do vetëm marr vigon se ishin vigonat e trash, po do shoh. E kupton, është çmenduri. Tani kur s'ka vigon, kur s'ka debat i bër këtu, jo po presim tenderimin, imagjino ç'mund të ketë spitali kur s'ka vigon. Ilaçet skatura, pastaj informacionet. Sot informacioni i fundit, se dje i thash ore s'keni kush e sigurimit teknik se nga kjo lindi një ca mesazhe që atjen ca bomba oksigjeni që janë jashtë kushteve sigurimit teknik dhe magazinat në cilën ato administrohen, nuk kishte zerr fikse. Sot drejtori i spitalit ka marrë gjithë zerr fikset e spitalit, ka lënë damull dhe i ka çuar për kolaudim në Durrës, që të vinë nesër të thonë deputetit që shikoti i kemi funksionale. Të 40 fikset e zjarrit që ka i spital, sot kanë në Durrës për kolaudim. Fikset e zjarrit, kjo është gjëra më elementare që mund të ketë, më elementare që mund të ketë një. Po mirë, domthon se unë e kuptoj kur janë gjërat mëdha, duhen para, duhen shumë gjëra dhe ne mos kemi buxhetin, me se buxheti që është vjedh, duke ne është shumë më i madh se ai që është ndërtu. Kjo duket edhe ke rrugët e ke gjitha. Problemi është që si ka mundësi të paktën nuk bëjnë këto gjonat elementare. Don si e lejnë të degradohet në mënyrë tillë se është një gjë që do të ketë reaksion, do të ketë reagim, nuk mund mos kesh reagim kur shef një spital të një qyteti si Lushnja që është. Lushnja është qytet i madh sepse fatmirësisht për fatin atyre njerëzve që ka mundësi burimi që të punojnë tokën, dhe të fatkeqësisht se s'ka ku vend. Njerëzit që janë disa mosha kategorira që cilat nuk e praktikojnë se kanë investuar në atë qytet, që përballen impaktin e parë kanë te spital, kur smundet si fëmijët e mi dhe si nëna ime, po flas për ngushtësisht tani, është impakti me atë spital se do t'i çosh atje. Kështu që të gjithë këtyre njerëzve dhe lushnjarëve, po qoftë atyre deputetëve të tjerë, dhe deputetët e opozitës për fat mirë flen ata në Lushnjë, një ndërtash dhe mjek në atë spital, ka qenë mjek në atë spital, duhet ngren zërin, po jo për të marrë merita, se do marrë merita se miri si opozitës. Po hajti bëjmë t'i lënim gjithë bukur ti qyteti. Nuk është problem. Në radhë parë unë mendoj që dhe kështu duhet jetë. Të gjithë deputetët, qoftë të opozitës, qoftë pozitës, që janë zgjedhur nga Lushnja, nga zona e Lushnjës, janë të pari për të ndërtuar interesin e atij qyteti. Absolutisht, po dhe pjesa më ndjeshme e atij qyteti është pikërisht ai spital. Po. Pikërisht ai spital sepse nëse kam 80 kërkesa unë për të pas vizita mjekësore, skanera për rezonancë që nuk i ofron ai është për njerëzit marrin vetëm për hall. Dhe halli më i madh i njerëzve është i mbledhur se e dinë që për tjerët nuk ka takat dhe fuqi me zgjidhje si deputet opozite, po të paktën te spitali ti zgjidhen pra ti çosh që të kenë akses në mënyrë që mos ta bëjmë mas 6 muaj rezonancën. Pra, kërkojnë gjëra, e njeh këtë doktorin, thuhet më shikoj çik, apo ku di unë të më çosh te spitali i Fieta mundet të përshpejtojnë dot procedurat apo të njeh qeverin Tiranë. Pra njerëzit marrin vetëm për hall. Dhe të them dhe me sinqeritetin më të madh, pavarësisht propagandës mjekësie fal, unë do të pyes çdo shqiptar që vjen në spital, a pagun apo s'pagun? Pavarësisht ka forma që e jep spitalit me faturë apo e jep në dorë, apo në medikamente dhe për analiza apo për pajisjet në cilat ti do vesh ti bësh te privati. Pra nuk është të thënë se ja jep doktorit. Shpenzim është ai që të bësh analizat jashtë kur ti duhet i bësh në spital kur je i sigurur. Shpenzim është ai që ti duhet vesh në skaner për rezonancë private kur atje është ose do të bësh ku di unë të marrësh mjekimin të cilën nuk i ka i spital. Pra është një kosto që e ka çdo familje, që s'duhet i lindë çdo familje për shkak të fukarallëkut në cilët është ai qytet se s'ka asnjë lloj infrastrukture. Problemi i spitaleve që ti jemi si pak në Tiranë, që shohun ka një përmirësim krahasu me 15 vjet përpara. Por problemi në rrethet, unë këtë Lushnjë s'koj pa, po unë isha në Sarandë, ishte skandal. Dhe mos harro që në Sarandë janë qindra mijëra turistë gjatë verës që duhet të jesh në gjendje të përgjigjesh kjo se mund ndodhë gjë. Patjetër. Atje ishte o zot ku me thënë drejtën, edhe Tirana nuk mund të përballojë gjithë Shqipërinë, nuk mund të konceptojmë një mjekësi që kemi një spital në Tiranë, edhe pastaj këta të tjerë janë dorë tretë. Ne nuk mund të, pra spitali i Tiranës nuk ka vende, se ne na lutet shumë mirë njerëzit që i përcjellin kur të lirohet një vend do vish. Pra, i detyron mjeku të zgjedhë se kush do vdesë dhe kush jo. Pra, më thënë, nuk mund të arrim në këtë lloj farfeje sepse vetëm Tirana. Pra, do të kemi jam plotësisht me ty, duhet ta ngreni çdo ju deputetë e Lushnjës, duhet ta ngreni çdo seancë parlamentare se është urgjente. Në mënyrë absolute. Sepse ka të bëjë me jetën e njeriu, ka të bëjë me shëndetin e njeriu, që janë
kryesore. Ti paktën të garantojmë këtë, pastaj nëse vjen nga Zoti është tjetër gjë, po të paktën të ketë mundësinë që të ekzaminohet. Jam plotësisht me ju. Tashmë ka prej kaq kohësh që opozita bën thirrje për shkarkimin e Belinda Ballukut. Pa dyshim që Shqipëria tashmë dukshëm ka korrupsion dhe ka pas korrupsion. Absolutisht. Ka pas korrupsion dhe përpara ka ardhur duke u ngrit. Por si e pat ju vendimin e gjykatës kushtetuese dhe vendimi parë kalon në domethënë për të kap një vendim dytë dhe vendimi dytë del në mënyrën më të çuditshme 4-4. Që domethënë mos themi fjalë se ti ke qef atë as ashtu as të shlo. Dhe pse ndodhe kjo? Pra, a është gjykata, a është drejtësia e papërlyer ose nuk ka presione nga gjona që mund t'i kapin, sepse për gjyqtarin që i firmosi e boni 4-4, thonë që ka dhe një video. Pra, këto njerëz shantazueshëm, pse futen në drejtësi? E para në njerë do të drejtën ti pse futen në drejtësi njerëz shantazhueshëm dhe që kanë, për mua, si se mirë, është leverdie e politikës, e gjithë politikanëve, ata që hynë të korruptuar, që ta kenë të shantazhueshëm jo vetëm drejtësinë, por edhe gjithë institucionet ku ata në varësitë tyre. Me njerëz shantazhueshëm nëse ka ndërmend ai parit vjedhi. Se kështu vjen pilafi. E dyta, njerëz të shantazhueshëm, kështu ka ndodhur edhe në kohë komunizmit, njëjtë gjë është bërë. Pra me njerëz shantazhueshëm për të parë momenti që e kapit, edhe po sigurisht agjenturat e huaja kështu kanë bërë për të rekrutuar. Pra kjo është e njohur botërisht. Pse vjen këta njerëz? Se këta njerëz nuk kanë, e kanë lindur të shantazhuar, mendoj unë, edhe vazhdojnë, domethënë e kanë qenë vogulik të perceptimin e kanë qenë inferior, edhe tani sa shantazhojnë shumë kollaj se i hedhi kocka ai me vrap te kocka se ka provuar shihen e mishit, e ka provuar 50 vjeç apo ku diun to videot e tjera. Jo për dashin se dashi besoj se ka provuar shpejt, po nuk kam lidhje me këtë. Kjo është të qëndrojmë te gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese 4-4, varet si lexon. Unë si jurist, për mua nuk qëndron fare, nuk duhet kishte nevojë sepse prokuria posaçme ka ardhur me tjetër mas sigurimi, edhe të arrestit, që nuk ka më objektiv, po ti hym se do të marrim pezullimin. Gjykata ka një vendim 8-0 aktualisht. Edhe do ta shpjegoj pse 8-0. Pra 4 të 8 thonë që po, masa e pezullimit mund të merret, por 4 prej tyre thonë që kjo mas pezullimi duhet bëhet mbasi të ketë kaluar nëpërmjet komisionit imuniteteve, këshillit mandat imunitetin në cilën unë bëj pjesë. Pra, duhet kaloj, pra është një masë që për ta është shtrënguese, duke qenë se pezullon, por duhet kaloj jo për procedurë siç ishte ajo dalje jashtë shtetit dhe masë sigurim detyrim paraqitje. Për mua, si se mirë, si jurist, çdo mas sigurimi, qoftë ajo ndalimit jashtë shtetit, duhet vi me urgjencë në Komisionin e Mandateve të Imuniteteve. Dhe ne me organ këshillimor e vërtet dhe kemi ca procedura që mund ta zgjasë për 2 javë. Ndoshta dhe nisur nga kjo dhe nga urgjenca që mund të jetë pjesë e pasaportës, por është vetëm garanci që imuniteti që kanë politikanët, deputetët. Dhe kjo është bërë vetëm për deputetët e opozitës që është më e bukur. Sepse në konceptin e saj kushtetuta është ngritur që të mbrojë ata deputetë që janë pozit nga represioni pushtetit, që mos të vi policë rrugës të bëj kontroll makine. Apo shumë zgjidh me shef në komisariatin ti, sepse i thej që policia nuk punon, vjen ku policia ndarket shtëpi dhe të bën kontroll. Se ka dyshime të arsyeshme me shefi i komisariatit. Dhe për këtë represion nuk e bën dot deputeti, apo kontroll fizik, që ta nxjerrësh nga makina, kontroll fizik në një posoblok si gjithë njerëzit e zakonshëm. Dhe kjo është bërë më tepër. Dhe koncepti i Këshillit Mandat Imuniteteve është ngritur prapë si organ këshillimor. Pse këshillimor? E para nuk merr vendim për imunitetin se vendos parlamenti, por ne verifikojmë nëse ka element të tipit që është ngritur një akuzë politike, pra nëse është duke rënë qafë politikisht, sepse shteti po i bie qafë dhe kjo ndrodh zakonisht, apo ka element të bazuar në prova për të cilat kërkohet heqja e imunitetit. Dhe besom, ka prova
në gjykimin tim si jurist që duhet të hiqet imuniteti Belinda Ballukut. Ju jeni njohur me dosjen e Belinda? Unë jam njohur me dosjen e Belinda Ballukut. Dhe ka prova signifikative me pesë shumë të rëndë që nuk duhet të hyjë interpretimit provave, sepse atëherë ne do të kalojmë për të nuk do të hyjë interpretimit pra që të them prokuror apo gjyqtar, por a është e bazuar kërkesa e prokurorisë mbi prova dhe jo inicim politik? Po. Ka prova të cilët në gjykimin tim kjo quhet si dush e inkriminoj. S'mund të them se vetëm ato që janë bërë publike, pra komunikimet bajate për çështje tenderash. Komunikimet telefonike nuk janë provë. Komunikimet telefonike kur se jeni jurist, në sa di unë jeni jurist, janë në gjithë botën, komunikimet telefonike janë provë që janë indicie për të çuke prova. Jo, nuk janë indicie, janë provë, sepse prokuroria nuk ka marrë vetëm atë, prokuroria ka provuar për të artimi arsyetimi dyshueshëm, sepse ka çurë ka marrë pandehur. Pra ata pavarësisht se mund të fitojnë nesër pafajësinë, por pezullimi, por mos arrit arrest në shtëpi, ata kërkojnë pezullim nga detyra. Nuk mundesh ti që perceptimin publik. Shumë e saktë kjo që thotë. Pavarësisht se nesër mund të fitojnë pafajësinë. Dhe ka shumë zyrtar, edhe për Erion Velin, edhe për këtë Ballukun thonë, edhe që ka shkelje procedurash. Dhe me shkelje procedura së nesër mund të fitojnë në Strasburg. Dhe ti duhet i kthesh gjithë lekët. Dhe ka ndodh kjo ke neve. Po ka ndodh. Ka ndodh me Ardian Fullanin, me drejtorin e bankës. Dhe atëherë ku ishim dhe ku shkuam? Pra, a duhet jetë drejtësia para se të bëj hapin për të shkarku apo për të arrestuar? Ti jetë shumë e sigurt sepse fundi është nuk ka rëndësi çapo prokuroria, fundi është gjyqi. Patjetër gjykata. Gjyqi. Fundorja. Atëherë mund të them vetëm këtë. Në qoftë se do të jemi me këtë koncept, shumë i drejtë sepse në perceptimin publik thotë, ore po dhe nesër mund dalosh ti mua pa bërë asgjë gjatë mas 6 muaj të dal. Por në konceptin politik, njeriu që kanë dorë fatet të pushtetit, taksat e njerëzit e qytetarët, nuk ndodh kjo. Pse nuk ndodh kjo? Sepse nuk mund të thuash ti sot për të marrë vendim gjykata do 16 vjet. Tani nuk mund të themi që ti do vjedhësh 16 vjet kur ne kemi sipas provave të Spakut që ti po vjedh me buxhetin e shtetit. Pra ti ke fut duar në tender sepse ti e ke ideuar tenderin, ti e ke miratuar tenderin dhe ke shpërndar sipas takatit tat. Provohet që ka marrë parë nga ky tender? Deri tani po. Mund të se këto thon favorizim tender nuk është krim. Ka ndryshuar për të tjerat pastaj, sepse ka ardhur për 11 favorizim në tender është çfarë do të thënë kjo që merja këtit ju keni parë të paktë ato që kanë dalë media. Këtit mos i jep se është deputet e PD-s këtit. Këtit kështu, këtit ashtu. Këto çfarë? Megjithatë me që përmendë deputet PD-s dhe krau PD-s kanë marrë tender asa janë kënaq gjatë kësaj periudhe. Po kjo nuk e mund të ketë dhe në asnjë kohë nuk e përjashton një fakt tillë. Por faktin që ti mund të abuzosh me detyrën, të vazhdosh të abuzosh me detyrën, dhe kur ke dalë se është turp dhe akuzë që intimidimi dëshmitarit dhe prishja e provave, sepse në momentin që gjykata konstituese ka marrë për shqyrtim, që u pranu pa dje, po ka marrë për shqyrtim, çfarë ndodhi? Është intimiduar dëshmitari dhe është kërcënuar dëshmitari. Çfarë do të thënë kjo? Që për një herë ka ndryshuar masën e sigurimit e gjykata, pikërisht që ka dhënë vetëm pezullim, dhe thotë që ti si deputet mund të vazhdoje, unë nuk po të fus në burg sepse është kjo pjesa që prezumimi pa fajësisë, por në momentin që del një fakt tjetër, kur ti, në momentin që rikthesh në detyrë, pikërisht shkon për të prish provat dhe intimidon dëshmitaret, kyç që ka deklaruar në prokurori, atë çfarë do bëj prokuroria? Do të prishë intimidon? E them vice versa kur thonë. Atëherë jam dakord. Ç'duhet të themi për Berishën, për Fatmir Mediun, që janë lider të opozitës. Fatmir Mediu sa merr atë riskun e Nanjonit nga PD-ja se s'ka një mikrobuz me antarka. Edhe është njeriu që turbullohet dhe shko bën 2 fotografi në Amerikë dhe thotë unë erdha thotë kam taku senatorët, kongresmenët, që është e turpshme. Tashi, kur këta dy janë me akuzë për korrupsion, janë me akuzë për minim demokracisë, Berisha është non grata në Amerikë dhe nga Mbretëria e Bashkuar. A nuk duhet edhe këta të hikin të largohen forcës politike ku janë si drejtues? Atëherë. Sepse edhe këta
edhe mandatin e deputetit, edhe atë qenien e kryetarit një partije, sidomos Berisha që ka një parti më të madhe mbas majorancës, edhe këta e ka një lloj mburoje, duke pas dhe mandatin e deputetit. Pra, a kemi të bëjmë me një double standard këtu? Jo, s'kemi të bëjmë. Shko ta shpjegoj teknikisht pse nuk kemi të bëjmë me double standard. Për t'i thënë gjitha pyetjet. Ose të paktën moralisht, këto njerëz a kanë të drejtë të flasin për korrupsion? Tani ne nuk mund ta sa i besueshëm mund të jetë Berisha me Dio kur dalin tash, do dalin dhe pas nesër e do thonë korrupsion. Këto vetë kanë akuza shumë të rënda. Dhe këtu janë akuza që janë lidhura me vrasje. Nuk po të kaloj tek prezumi i pavajsisë, po të shkoj me gjëra të tjera. Po të analizoj çështjen në tërësi. E para njëherë është koncepti që ti je kryeministër, pra të kesh fatet të administrosh buxhetin e shtetit, ti je ministër, të kesh fatet të administrosh buxhetin e shtetit, dhe ti je kryetar opozite, janë dy gjëra krejt të kundërt. Pse? Sepse po ta balancoj, nëse ti sot nuk ke vetëm fatin e partisë tënde, siç është zoti Berisha, por ke fatin e gjithë shqiptarëve që administron taksat e tyre. Ja ta mbaroj. E ke pas sotri, ka ndodh Gërdeci, ka ndodh 4 Vran Bulevard, ka ndodh korrupsioni. Po dale, ja qëndrojmë këtu, se e para njëherë absolutisht nuk është kështu. Çfarë nuk është kështu? Tek Gërdeci nuk ka zoti Berisha të jetë ndonjëherë akuzuar për këtë, pavarësisht se të gjitha që kanë të karambjete. E dyta, sot është duke shqyrtur dhe nuk është i pandehur zoti Berisha te Gërdeci. Dhe është duke shqyrtur çështja. E treta, përse përket 21 janarit, pse gjithë perceptimi publik është vetëm se gjithë fajin e ka zoti Berisha dhe asnjëherë nuk është diskutuar për organizatorët e 21 janarit se si u perceptua. Thirrjeve që u bën një ditë përpara, a duhet ne të kemi viktima në për protesta? Absolutisht që nuk është. A përdoret, shikoj protestat tona, se ça molotovi dhe sa disproporcionale dhe 16 vjeçar që futen burg kot. Edhe po dalin për 3 ditë se s'ka kryer asgjë. Pse? Për të arritur numrin. Çka ka zoti Berisha? Sot ne jemi Parti Demokratike dhe brenda saj kandidohet. Dhe sot që flasim ne, a është i dënuar zoti Berisha? Jo. Ka një mas sigurimi që është mbajtur më tepër se ç'duhet. Është i akuzuar. Po, pra, është i akuzuar. Ka një që mund të ndodhi çdo njeriu. Por për Belina Ballukun dhe për gjithë këta të tjerë i kemi çuar në gjykim për korrupsion madhor, për futjen tendra aktualisht dhe për prishje të provave. Çfarë provash prish zoti Berisha sot? Asgjë. Që ka një mas sigurimi. Çfarë prove mund të prishej sot? Që ka e dyta, që të arrim deri te kjo pjesë, zoti Berisha ka lur gjithë kalvarin, se unë kam qenë kundër zoti Berisha dikur. Mendoja që duhet të ishte një perceptim i ri, një frymë e re etj me radhë. Ka vetëm një gjë, përballë faktit, kur ne do shkojmë për të votuar, zoti Berisha ka fituar. Atëherë, në rafi. Në këtë logjik, edhe Edi Rama ka fituar. Edhe kjo majorancë ka fituar. Apo se ka një ndryshim shumë të madh. Po kjo është e bukur tani. Unë po them perceptimin tim dy palë zgjedhje. Ja po ta them me ndershmëri se ç'a ndodh. Shokët e mi që unë i kam përfaqësuar në Lushnjë si avokat para se të bëhesha deputet, që janë biznesmen, janë dikush në Lushnjë, pra që kanë një pozicion shoqëror, me Vitonin, sa erdhi Balluku në Lushnjë me Vitonin. Të pinin kafe me mua. Pra gjatë 45 ditëve të cilëve filloi fushat elektorale, nuk aman se na shkriu, sepse ultimatumi ka qenë, nuk kam nevojë për lek për ju, nuk kam nevojë për lek se kam boll, dhe këtë e përgjithësi, nuk kam nevojë për lek nga ju, por aman datën 12, të gjithë emisarët e saj, datën 12, pra një perceptim, një frikë, një lloj terrori, ku harroj ti se mund gënjesh mua. Tani, në qoftë se çfarë të bën zoti Berisha, se tim publik çfarë armë ka zoti Berisha? S'ka asnjë lloj armë. Berisha është opozitë dhe është pretendent për të bërë kryeministër. Apo jo, nëse fiton pozita. Kur në këtë ditë kur nuk ka qenë para një krimi organizuar, ti di çfarë lufte ka qenë 2005-2009. Për mua ka qenë qeverisja. Unë po të kap modelet e Berishës. Ti thuj që dush, po që Berisha ka ngarkesë me Gërdecin, sepse është i përfshirë djali vetë. Ka ngarkesë me 4 Vran Bulevard. Ka ngarkesë me 97-ën. Ka ngarkesë, nuk po folim fare për ta marrë të akuzuar, por unë po të flas si votues. Ka ngarkesë
me që po flet për zgjedhjet, modeli i masakrimit të zgjedhjeve u kriju në 96 me Berishën. Ti e di shumë mirë ç'ndodhi. Ne kemi dushkun 2001. Kemi dush. Pra, me gjitha këto po e lejmë drejtësinë. Unë si qytetar. Nesër Berisha bën thirrje, pas nesër do të dilni, bën thirrje. Unë jam dakord që kjo qeveri ka shumë gjona për t'i dalë kundra. Por pyetja parë e një qytetari, përse do të eksperimentoj prapë me Berishën? Nuk është do eksperimentosh vetëm me Berishën, absolutisht. E para një modeli që ka mbledh Berisha dhe si ka filluar dhe në 2005 ka qenë modeli KOP që kemi marrë në pushtet. Ashtu jemi dhe ne disa deputet tjerë, unë nuk besoj se Gazmend Bardh, po t'i marrë gjithë me Jorida Tabaku, po t'i marrë gjithë me Rama. Flamur Nokën. Po Flamuri, pse ka Flamuri? Është akuzuar për një gjë sot? Jo, s'është akuzuar, po. Pavarësisht se ti ma papir se pse ka pasur absolutisht. Edhe shumë të tjerë, doktor Ziaj. Akuzuar për akuza janë gjithë me akuza. Flamuri është që ka marrë shtëpiat kur ka qenë ministre, është këtu është shtëpia Flamurit që ka ke liçeni. Është shtëpia ja po dalin gjë mua. Të gjithë komshit duhet mirë. E di për çfarë vlerësoj ty unë? E di komshit. Se ti je njëri që se friksohesh sepse nuk ke gjonat në çef. Dakoma, po edhe ti dhe mua për shembull ne po le të thonë me çfarë po problemi është raport. Ka bë me barë. Ore ty nuk të dridhet syni. E kam po pikërisht pra, po pse mos tjetë ai? Në qoftë se ti mua më vë. Ai ka këtë pasuri ky njeri dhe si i ka vënë, kaq është fare e thjeshtë. E para njerë që të ketë pasuri, ja ku është spaku atje shqyr Zotit, ne nuk kemi imunitet për të hetuar. Kemi imunitet vetëm që mos ta marrim pllama syve të thash dhe një shefi komisariatit. Sepse ne realisht sot që flasim nuk ti institucion si deputet do të hysh me institucion dhe kërkosh llogari dhe nuk të hyn asnjë llogari. Ty sot të gjithë ministrat keni arrogant dhe të flasin që gjithë ministrat si këtë tendrin e Akshit që nuk e di se çfarë mendon. Është skandal fare. Skandal. Ty thot 10 milion euro ka vjedh ai te Akshi dhe po ndryshon ligjin, e morë vesh sa kaloi para të ditën e hënë unë debatuar. Nuk pati surrat vinte asnjë nga drejtuesit e ri të Akshit për të bërë ligjin e ri të Akshit që 49% të Akshit po kthen shoqëri tregtare. Pra Akshi nga nesër, nga kjo javë, firmoset nesër në parlament që për këtë do të bërtasim. Po kthet shoqëri tregtare. Pra, nuk e deshe vanin ti magazinier? Marrë tani krushk. Pra, vodhëm ne merr malin, 3.2 milion kishë marrë mal biçi për dole lajmet sot. Ka fituar tendrin narrati. Pra ne po japim si qeveri një tender narrati. Për çfarë është akuzuar zoti Berisha që ka në atë lloj forme se gjithë sekretet shtetore të ikte Akshit gjithë, po ai Akshi është bërë sistem patronazhimi. Po ti se ke pa, unë e kam pa. Sistem patronazhimi. Targa, patenta, halla, kishte bërë lëndërtimi, legalizimi, e çfarë dush ti me radhë, çfarë problematika kishte ti me shtetin, kishte te Akshi. Iku, një copër mali, ty tikën ore mes natës, tu kapën vera 33.000 euro për cila kurzohet premtim. Janë kapas, janë kap. Pa të shi thot vet Spaku që i morën ato të ministrës. Po e pas ka vjedh Spaku pra. Po i vodhi policia me butë të akuzohet drejtori policisë. Nëse Spaku i kapi dhe nuk Spaku është përgjegjës që nuk. Po nuk i ron Spaku, i ron policia shtetit më bu. Atëherë Spaku duhet thot ku rajoni ka çu dhe duhet shkojnë burr nga shefi rajonit deri ke punit. Ty po të shkojnë. Jo, prit tashin, ja. Sepse ne flasim. Ore ka përgjegjësi. Unë e kap te telefon. Ta sjell ty në rujtje. Dhe nesër marr dhe firmën, që ta kam sjellë në rujtje. Po. E ka marr policia e shtetit nuk me Spaku. Tash kush ma përgjegjësi? Edhe një herë. Spaku Jo, po Spaku duhet mori sepse kjo është humje e provës për korrupsion të lartë. Duhet mori policinë në Spaku. Po ka filluar hetime pra, për këtë. E kupton, po këtu hetimet. Ore ka një përgjegjës. Sot ishim ne në një tavolinë që flites për KLP-n. Dhe të gjithë harrojnë që një prokuror këtu në Tiranë me i çështje si puna saj që nuk i kalon apo i kalon Spaku ka 600 dosje. Ç'më mund të bëj 600 dosje në vit për trajtim? Je jurist. Ka mundsi? Je jurist. Ka mundsi, ka logjik. Atëherë, a është drejtësi kjo që po ndodh? Që po marrim një aksion të madh edhe me një propagandë, me një demagogji të madhe, dhe pa arrestojmë 10, 15, 20 politikanë, dhe korrupsioni në mendimin tim për 35 vjet ka qenë hap në të gjitha segmentet. Tani është bërë. Tash është bërë, po, jam dakord. Dhe tash ti a e zgjidhim në drejtsinë këtë vend ku hallëxhit e shkret sillen me letra durve 35 vjet. Pra ajo që thotë jo shumë e rëndë.
dhe 600 dosje ka një prokuror që duhet një jetë të mbarojë ato dosje. Tash ku është drejtësia në këtë vend? A kemi prish në gjithë strukturën dhe më duket po sillemi në një rreth vicioz? Ja po ta them, unë ja ndava në dy perceptime. Perceptimi i spakut dhe perceptimi qytetar. Më thënë në lidhje me 95% tjerat. Ty të vjen kryetari i KLG-s edhe në komision të ligjit që referon një herë në vit për raportin e tij dhe thot e kemi ul betlokun me 16 ditë. Edhe unë ktheva syt. Nga 16 vjet tha kemi ul me 16 ditë. Pra për të marrur një proces ligjor të ndershëm, një qytetari Hallexhi që s'është as deputet, s'është as drejtor, qytetar për zgjidhje çështje pronash. Sot është bërë gjë më shtrenjtë, po vriten njerëzit për pronë dhe hallet. Për zgjidhje pronë do 16 vite. Skandal. Njerëzit kanë pas jetë prona 35 vjet. Po 35, po. Dhe kush e boni ligjin 7501, një ligj më kriminal? Kush e boni ligjin? Partia Socialiste e Shqipërisë. Bashku me Partinë Demokratike. 91-shin. E kanë bë bashkë, kanë votu pro. Merr proces verbalin e asaj. Në 98 shitjet e pronave. Kush e boni ligjin për legalizimin e pronës vjedhur dhe pa i pagu gjitha se do i pagush. Atëherë. Në qoftë se flasim për ligjin e 7501 që në gjykimin tim dhe shteti dhe privati ka fut në një kakofoni kaq të madhe sa ish pronarti kanë lënë, është vitin 91 dhe dim gjithë kush ka qenë 91 në ty. Por po të marrim të tjetër, a ka prona sot lira për të cilat ata njerëz mund të kompensojnë? Ja. Po mëra. Ja, ta them unë si zyrtar. Kam atëherë, ka kaq prona të lira. Por unë kam pas mes Tiranës, ta jep tash në Librash. Po tani ka çfarë bëj Librash? Tiranë iku ajo. Tiranë ti ku pron aty. Sepse edhe një herë, po jo vetëm Tiranë ti s'ka as rreth Tiranës, si kanë marrë gjitha. Po dhe dikush kanë marrë ose në Bregdet kush mori, po shkoti, tash unë po të garantoj ty. Ja po unë po të garantoj ty, po të filloj një hetim. E di pse është. Hetoj gjithë pronat e Bregdetit. Kush i ka? E di sa zyrtar dhe ish zyrtar ke? Po pse nuk shkon të ndryshme? Ti pengon të drejtësisë shkoj atje. Po pra. Shkon sot se nuk është drejt. Dhe ligji për investitor strategjik është vetëm një vjedhje madhe që bën buxhetit shtetit për dy mënyra. E para se ja jep kujt dush ti, para se do vit nesër në pushtet do ta kem prapa të ligj. Pra, dhe kjo nuk është mirë. Pse nuk është mirë? Para se për këtë ligj ta kërcejnë. Dhe dyta se ti shtetit bën infrastrukturën më burrë dhe. Dhe a mund të konceptohet në gjykimin tënd që të jetë investitor strategjik për vila private? Çfarë investimi strategjik është vila private? Sepse investori strategjik është për të bërë resorte si në Turqi. Kur ti thithësh turist, po për vilë private nuk është për turist. Po më rregull pra. Ku është investimi strategjik atje? Si mund të jetë investim strategjik atje? Ai që ka palasën, që quhet Samirmane, ai ka edhe tegun që u deviju komplet rruga në kohë Berishës, Gita hyni. Po edhe te qete uja po bën. Pse? A bën për ty të shtëpia jote që të shtëpia ime jote nuk shtohet. Vjen shteti në funksion se rruga ishte për dal këtu e për dal ke tuneli drejt e për tik. Ti kera rregullak ke tegu që ti vi Zamirit mos ken poça llamba dritash. Këto jam dakord. Kurse të tjerat ata që janë grossist marrin, i dinë se ku vetë projekti një radh parë. Ti e di shumë mirë si ndodh. Këtu blejnë pronat sepse e din gjurmën që do kaloj projekti, blejnë pronat me lek. I mbajnë për 10 vjet se kanë kapacitetin ekonomik për ta bërë një gjë të tillë, dhe po të shikosh në 5-6 duar janë të gjitha monopolet ose i kanë ndarë, dikush hyn tek nafta, dikush hyn tek tregu apo te ndërtimi etj me radhë, i kanë ndarë dhe monopolet. Dhe po të shikosh, po këta 10 vjet që menaxhojnë lek. Pra, a menaxhojnë lek drejtën duhet më dozu se nuk ke ç'i bë më. Po s'ke ç'i bësh. Ke shans ti me ballafaqju me atë, po të nisi proces gjyqësor me çka kapacitet ekonomik do ta bësh ti një proces gjyqësor kundër atij. S'ke terezi. Se e para një drejtësia ti gris letat të jetë në prua. Kam një rast tani, 1100 hektar jam marrë me në Fier, që ma tregoi një qytetar, pronë të Ministrisë Bujqësisë, e cila e dhënë nga Ministria Bujqësisë me qera të tretëve, me qera për të punë, për të punur tokë, për të mbjellë grur, misër, e tjerë më radhë, pra e zëjtë kadastralar, për të punur. Ka kaluar tani me 2 vendime 97-ës me nejtë copë letër, njëra 530 hektar, njëra 560 hektar, pra 1100 hektar, që atëre në 98 deri në 10.000 metër jepesh. Nuk jepesh më shumë, se i tillë që konceptu ligji kthimit kompensimit pronave, këta pasa marrin 1100 hektar edhe regjistruan në 2025. Edhe kishin shit dhe kishin parcelizuar. Do të thënë, pse? Se do bëhet park fotovoltaik. Lere kjo pastaj kjo që ka ndodhur me tokën. Hajde bëjmë të dy park fotovoltaik, çojmë letra. Se ti i marr me fushën. Kjo që ka ndodhur, sa po thatë ju me tokën,
Kjo ka shkatërru strukturën e tokës për të zbëmë ato tokë bujqësore. Të ngreu me avion Garina si e ke pa çfarë batërdi është. Po, absolutisht. E gjithë bota ndërton në fillim të arës ose në kodër, edhe gjithë ara është bosh që punon. Tani është problem shtetëror ky që gjatë gjithë viteve, po, gjatë gjithë viteve. Rregull, pra këtu desha dal. Po jo me shteti ka po tani ti kërkon një njeriu, shiko çfarë ndodhi edhe me vetimin me këta gjyqtar që s'kemi drejtsinë sot. Ti kërkoj atij 97 pse kishte marrë 12 milion lekë. A ka pas faturë 97 më burrë dhe? 90. Pse ka pas një prokurore shumë e nderuar në Lushnjë, që pse sistemi avokatisë e njifte për njërin më të ndershëm. Për mua sistemi i drejtësisë që u bë me vetingun e shkatërroi sistemin fare. Kaq fare. Se kjo unë them pra ne them. A di po çfarë po hyn soti? Sepse në shkollën e magjistraturës ajo mesatarja famshme që tynin këta nxënësit e mirë elita, 9-s dhe 10-s, sot ata nuk hyn asnjë 4.2, 4.3, mjafton të kesh një gisht lart 4-s dhe ke kry punë dhe po hyn këta dhe nuk po shikohet që ne jemi mullar sot, po sa më keq do bëhet kur këta njerëz vinë të bëhen prokurorë gjyqtar. Pra, e diti që gjithë gjykatat e Shqipërisë dhe prokurorit e Shqipërisë janë me drejtues pa emëruar, janë me të komanduar. Çaj pengon KLP-n që ka kaq vite të reforma drejtësi 5 apo 6 vite apo 8 vite të konstituara për mrekulli që të vendosi një jo ta komandojmë për 3 muaj, po ta emërojmë prokurorin apo gjyqtarin. Me gjithë si ne do të hyjmë në Europë. Po çe Europë do Se Europa po thot po na jemi shiko, klasa politike, përfshirë dhe mua këtu, jemi shumë larg realitetit ç'a ndodh në Milet. Sepse ti nuk e di, ndonjëherë njerëzit më të sinqert dhe mahallet më të mëdha janë dhe ata më gojkyçurit, që rrinë dhe ulin kokën dhe janë dorëzuar përpara kësaj për dhunë edhe pushteti që të jep si drejtuesit, si ministrat, si drejtorat poshtë, edhe si kryetarët e bashkive. Ky është një sot besoma, këtë është një arrogant, është shumë arrogant mënyra e të qeverisurit. Pra siç se sjell Rama arrogant, mënyrë arrogante kur ti këtu nuk konceptohet që për shembull ngritja e kritik për spitalin nuk konceptohet si një gjë që hajde të bëjmë një gjë konstruktive, që ta rregullojmë. Po këtu është e kishte ai, pse? Jo, ta kamuflojmë që nuk është ashtu, pse më po ashtu është. Edhe shqyqy që doli një zë që thot edhe këtu lart që ta kuptojnë që ashtu është. Jo, këtu është arrogant. Jo, s'un po të fus në Europë. Ora nuk kam, unë po them nuk kam atje të spital, nuk kam vigon, ti thua po të fus në Europë, unë po mos ma thuj këtë po fus në Europë, sepse ne njerëzit janë te buka. Pyetje drejt për drejt. Je dakord me Salion kur thot që Shqipëria është kartel droge i rrezikshëm? Po. Pse? Se Shqipëria është Kolumbi mendoni ju? Shqipëria është Meksik? Më keq. Po ku? Ja po ta them. Po ku? Në qoftë se kemi ti marrim gjithë këto parë që po qarkullojnë në pasuritë e paluajtshme, janë gjithë lekë që vjen nga droga dhe korrupsioni. Nga droga dhe korrupsioni jashtë. Nga shqiptarët që bëjnë drogën dhe korrupsionin jashtë. Droga jashtë dhe korrupsioni këtu. Dhe i ndërthurje midis lekës sepse është mënyra më mirë për të pastruar sot, është ky bum i madh kaq ndërtimesh. Rënia e euros në mënyrë kaq drastike. Si vjen? Vjen se ne na u rrit mirëqenia këtu apo rrit leku joni mi kaq fuqishëm, kemi këtë industrinë ton kaq fuqishme, a ndinë industritë të rënd këtu në Shqipëri që kemi, s'kemë asgjë, ç'a prodhojmë? S'ke ndërmarrje prodhimi. Po s'ke pra, ne mburremi, thoshte Olsiu mburremi me tomate me dhe presh. 2-3 vetëm ndërmarrje që bëjmë prodhimi janë peshku. Sa element kriminal. Peshku dalin zëm peshk e përpunojnë luca, e përpunon e bën konservë. Po s'ka peshk, Divjaka sa ka pas laguna Karavastas. Unë sfidoj, kam sfiduar çdo njeri dhe kam thënë ditën e parë që kam hyrë në parlament, deri në vitin 2013, ishte apo s'ishte PD-ja lëm këtë. Ka qenë një shoqëri private. Private. Pagunte detyrim, tati mor 800 milion lekë në fund vitit. Ishin shumë ashtu, po ishin pak, kjo është një gjë tjetër. Por ama pagunte. Nga viti 2013 dhe deri sot ka dalë me humbje. Po pse po nuk e kthejmë atje ku ishte, aty që ishte dhe aty që e futin në funksionim, pra i derte edhe buxheti shtetit. Pse do të dalim ne me humbje? Ka dyshim të për korrupsion? Nuk them që po. Se ajo ty është Këneta Karavastan, është mbathur, patjetër. Me korrupsioni nuk mundem çefim. Edhe me dash. Po sa element kriminal ke soti, sa banda ke soti, ti s'ke një njeri që nuk është me pistolet sot valla. Ti s'ke një njeri ti shikon që edhe po tash këtu do mlesh. Ha. Un kam kaq kohë, shëtis poshtë lart. Tu ka banda, ka njerëz që vritën, po për zotin edhe tu që kanë ardhur amerikanë, kanë prunë këtu.
perceptimin e turizmit nuk është tillë. Absolutisht. Kjo është shumë qetë. Dhe unë kam udhëtu vetëm natën ditën i kam ra Korç, Përmet, Sarand, kthy kënej Vlorë. Nuk po flasim për tani nuk po flasim për element kriminal, zorraxhin incidente ndodhin kudo, ndodhin dhe në Amerikë, vritën ndodhin në Itali. E mban mend kur mbaroi ajo pjesa e Ashashit në Gjirokasë. U kthye gjithë ata që kishin punuar aty, u kthyen agronom për gjithë Shqipërinë fillimisht për vitet kur erdhi pushteti. Se u filloi me Ashashin, pastaj filloi kokaina në nivele alarmante. Dhe këto ne nuk i kemi, se nuk është kapur asgjë nga strukturat tona këtu, nuk kemi kapacitet se ta thash janë 600 dosje, ne merrem me 200 thënjisha, merrem për patent, me gjendje dehur, merrem me 50 euroshe që kalon atje në aeroport që i jepet policit, nuk po kapin këto, kanë ardhur nga strukturat lisbatuese të huaja. Nga zbërthimi i encrochatit dhe aty, dhe ty të ka ardhur që shqiptarët sot në botë janë dorë parë. Mirë. Pra, në qoftë se vëm, nuk kam dorë tretë ne që prisim apo të vjedhnim dikur. Atëherë, përse njerëzit nuk i bashkohen opozitës? Përse, pyetja fundit, përse keni kaq kohë? Që të them drejtën, do ta them, po, që sharak leadershipi i Partisë Demokratike duke thonë do ta rrëzojmë sot, do ta rrëzojmë nesër, do ta rrëzojmë sot, do ta rrëzojmë. Keni 13 vjet që thoni do ta rrëzojmë. Ju mblidhen 5000 vet. Hajde po jap 10000. Nuk është ndonjë gjë e madhe për një parti. Pra, e para, a duhet dhon fund kësaj do ta rrëzojmë sot, do ta rrëzojmë nesër dhe dilni bllok pastaj? Jo, e dyta, rrugët për të rrëzuar një qeveri janë 3. Është numri që ke në parlament, është e dyta paralizim i gjithë jetës shoqërore, për në gjithë vendin, jo me 5000 vetë në Tiranë, se çsa i prish Terezi njerëzve, i gjithë jetës shoqërore të vendit, siç ka qenë një kemi pas 91 dhe 97 që ishte që i ndodhi partisë tuaj, dhe përmbysje me armë. Cilat nga këto treja mund të realizosh ti sot, ose pas nesër me datën 20 që i keni dhënë afat në fundit të Ramës. Dhe nëse nuk ndodh, dhe nuk do të ndodhet, garantojmë që rrëzohet Rama me datë 20, do të ndodhi. Kjo ngritje e stekës është dita fundit e parafundit, këtë nuk e percepton dhe nuk e di askush asnjë nga ne se Shoraku. E para njerë deklaratat politike patjetër bën që për të karikur sepse situatat politike është dramatike. Pra për mënyrën se si shteti po krijon dhe inflacion. Dakor, absolutisht po. Pra e ka brenda dhe rrezikun e inflacionit sepse njerëzit duke ngritur stekën shumë normalisht që mund të krijosh deluzion dhe zhgënjim për protestat e ardhës apo për atë që mund të vi. Kemi një gjë. Po të shikosh dhe data në cilën është lënë për Belinda Ballukun është data 23. Pra gjithmonë përpas protestës opozitës. Pse që mos t'i japi shkëndi dhe mos t'i japi benzin pas asaj që do ndodhi. A duhet të priste kaq shumë pushteti apo njerëzit? Unë them që njerëzit janë të ndërfosur. Vetëm se ka një gjë, po të bësh një analizë të faktorëve, si mbahet pushteti sot? Mbahet nëpërmjet 2 fishimi, 3 fishime administratës, ngrasim ato që ishim. E fryrë, që është e buka kalamajve. Dhe ky është një argument. Lidhjet patronazhiste që kanë nëpërmjet amansës çunixhasti me domiki nga puna dhe presionit që bën administrata mbi biznesin, sepse këtu kanë ngel njerëzit që kanë investuar, se ti ke ardhur për qef në Amerika, se flet shumë me pa teklif, se nuk ke gjë për të humbur. Po thuaj ti që ka 1 milion euro borxhe në bank, po t'ja mbylli nesër biznesin, sepse ti e di që po të vej ti mori, po të veja KU-ja, po të vej çdo strukturë shtetore mjedisje ti më radh të qepën. Myllën në Shqipëri, se në të tillë kushte 35 vjeçare ka ardhur kjo punë. Ne nuk kemi që të kesh një laborator farmaci që të vesh me biznes dhe këtu është farmaci, janë shumë të pakta. Në të tilla kushte 35 vjeçare kemi ardhur. Po pra po të 35. Dhe në këto kushte jo ju personalisht, por man përgjegjësi duke filluar nga kryetari i partisë tuaj, leadershipi i asaj partie, politika e asaj partie, edhe të gjithë ato nuk janë më pak të pasuruar. Mund të jenë më pak se Belinda, por nuk janë shumë më pak se Belinda. Beso mua që qose mund i morim që atëherë të vëmë një kanar, do të vej kanar, po mbasi unë do të kem mundësinë, mbasi do ti do më thresësh për t'i vënë kanar, mbasi të kur dush derën e këtë hapet këon. Shiko çka, do t'i vëmë kanar mbasi unë mos të kem firmos më për të mos diktuar provat që kanë të partë dosja. Se pastaj do shikosh që nuk ka kanar.
Pra ti din në 100 fish më pak se ato që kam pa unë në këtë kanë perceptim. Pra ne po të them që kanari ma kurse që të dhe më poshtë, sepse ato që kam parë unë nuk ka kanara mi. Po fare, di si janë ato të sot? Ajo është, tani, Edi Rama me Belindë me shok, po losi ajo litare alpinistit. Që nuk po mante, që vini moment dhe do të presi. Se pesha atyre prove është jashtëzakonisht shumë e rëndë, besoma këta. Dhe perceptimi njerëzve. Dhe ju mendoni që do shkojë deri Rama? Unë që Belinda i ka kry punë po dhe pa tjetër që Rama nuk ka, është mbyll më laku. Sot erdhi me Kallister, bëri deklaratën as sa orë ka që ka bërë deklaratën dhe thot keni bërë hapa mrapa në korrupsion dhe në krimin organizuar 11 pikë pas. Keni rënë kush e di se sa vende. Po në tjetër kohë Rama po ikën në Washington. Dhe një ndërto pikërisht këto është që se kuptojnë dot që kur gjithë Europa nuk është tek kjo punë, Rama ikën, okej, po ti do ish në Europë apo do ish direkt vetëm tek ajo e gazës, si e ke nda mendjen. Pra, e para njëherë perceptimi i korrupsionit të thotë, nuk e kuptojnë si po i bën këto dyshime pa fol një herë me ne. Apo flasim për të hyrë për kapitull, grup kapitull. Apo flasim që një nga reforma drejtësie është një nga grup kapitull kryesor, që është kryesore e korrupsionit për ty në Europë. Atëherë si ka mundësi ti sot nuk i thua atyre, po bën një draft, po ndryshon kodin e procedurës penale që t'i japësh një amnisti, po e kthen amnistinë 2012-s. Besoma këtë. Imunitetin 2012 që as arrestohesh, as fillon hetimet të gjëra, e njëjta gjë po jep dhe ministrave sot. E njëjti perceptim është ndërkombëtar kjo pjesë. Dhe tjetra ti po ndryshon sa dush ti kodi penal më burr. Ti ndërkohë që ti ke korrupsion aktiv thu do fusi burg parkime dysh. Po çat, po si futi 500.000 lekë gjop, do parkim dysh, bë 500.000 lekë gjop, shikoj vet del më parkim dysh. Por ama kjo puna parkimeve është bot merr. Po tani. Kjo po di se bësh merr. E di se është bosh merr. Kjo do paguash të gjithë ato që ke bërë se ti ke ndërtu pallate, pa garazhe, në një të rrugë, pa standarde të rrugëve, pa standarde hapësire. Shko të gjitha blok pallate Tiranës që ke dhënë lekë. Janë 60 hyrje ka 20 parkime, po 40 tjerë ku do vend? Të merr, ajo është botë merr. Atë në qoftë se ti më siguron garazhin. Dhe rënda është që unë mor policinë e shtetin telefon do aty ku jeton. Nuk dal dot nga shtëpia në mëngjes. Nuk dal dot nga shtëpia, ka zonë rrugën dhe ikën tjetrin kafe, do duhet vritesh. Unë do të sfidoj për punën e kanarit, që ti as ke parë as ke dëgjuar më tepër se sa emisioni tjetër është me Samir Koreshin do të jetë Kanari.